I kërkoi me zë të lartë, por hesht kur del emri i tij në dosjet Epstein, I mbyllin gojën Steve Bannon. Steve Bannon, një nga figurat më të zëshme që kërkoi publikimin e plotë të dosjeve të Jeffrey Epstein dhe që përdori çështjen si armë politike kundër kundërshtarëve, u gjend papritur vetë brenda materialeve që ai kërkonte të bëheshin publike. Dokumentet deklasifikuara tregojnë se emri I strategut të Donald Trumpit shfaqet në rrjetin e kontakteve të financiare të diskredituar, një zhvillim që ekspozon kontrastin mes retorikës së tij për transparencë dhe realitetit të lidhjeve me njerëzit që ai sulmonte publikisht. Ndërkohë ai vazhdon të heshtë. Për muaj me radhë, Bannon kishte ushtruar presion ndaj administratës dhe institucioneve të drejtësisë për publikimin e dosjeve, duke e paraqitur veten si kampion të së vërtetës e duke sugjeruar se dokumentet do të implikonin figura të fuqishme të establishmentit. Por publimi I tyre nxori në pa dhe emrin e tij, duke vendosur në të njëjtën listë me shumë personazhe të tjerë të botës së politikës, biznesit dhe medias që kishin kontakte me Epstein. Raportimet theksojnë se përmendja e një emri në dosje nuk përbën provë për shkelje ligjore, megjithatë rasti I Bannon po përdoret si shembull I mënyrës se si lufta për publikimin e materialeve u shndrua në një betejë selektive politike ku thirrjet për transparencë zbehen sapo prekin veten si protagonist. Rasti po shihet si një tjetër moment që tregon se dosjet Epstein nuk godasin vetëm një kamp politik, por ekspozojnë një rrjet të tërë marrëdhëniesh në elitën amerikane dhe botërore, duke e bërë më të vështirë kontrollin e narrativës.